Në rregull, le të futemi menjëherë në temë. Sot në këtë material shpjegues do të zbulojmë diçka vërtet mbreslënse. Imagjinoni sikur të mund të hakeronim nënvetdijen e trurit ton duke përdorur vetëm një fjalë të vetme, me vetëm 3 shkronja. Tingëllon disi e pabesueshme, apo jo? Po, duke u mbështetur në librin thellësisht praktik të vitit 2026 nga trajneri i zhvillimit personal Artan Beqiri, të titulluar Pse është kaq e lehtë, do të shohim fiks këtë gjë. Ky material tregon se si një ndryshim i vogël në kodin ton gjuhësor mund të transformojë fjalë për fjalë realitetin ton të përditshëm. Është një udhëtim që do të ndryshojë plotësisht mënyrën se si komunikojmë me atë pjesën më të thellë të mendjes sonë. E gjithë kjo kornizë lindi nga një moment, le të themi krejt i zakonshëm, por që pati një efekt shpërthyes. Në shtator të vitit 2025, autori po jetonte në Gjermani dhe po ndihej disi i ngecur. Dhe aty, pas një videoje që fliste për fuqinë e pyetjeve, vendosi ta testoj vetë. Ai postoi një pyetje supozuese super të thjeshtë në një story në Instagram, pse gjithçka po funksionon për mua. Dhe, e dini çfarë? Ajo pyetje i ndezi një ndryshim të menjëhershëm, një shkëndijë në energjinë e tij. Kjo shënoi atë pikën e zanafillës për një metodë plotësisht të re. Për të kuptuar këtë udhërrëfyes në hakerimin psikologjik, do të ndjekim këtë rrugtim. Do të nisim me mekanikën dhe kurthin e fjalës pse, pastaj do të kalojmë te hakerimi logjikës, do të shpjegojmë formulën me 3 përbërës dhe më pas do të shohim aplikimet jetësore te paraja e energjia për ta mbyllur si një magnet i njerëzve. Le të fillojmë. Pjesa e parë mban titullin Fuqia e fjalës pse. Tani, ajo që është vërtet shumë interesante këtu është se kjo fjalë, kaq e thjeshtë në dukje, kthehet shpesh në një kurth fatal që prodhon një ndjesi viktimizimi tek ne. Për ta kuptuar këtë kurth, duhet të shohim se si e përdorim tradicionalisht këtë fjalë të vogël. Mendoni pak, kur pyesim vazhdimisht pse po më ndodh kjo mua apo pse është çdo gjë kaq e vështirë, ne futemi direkt në atë rolin e viktimës. Për ta ilustruar këtë në mënyrë geniale, autori na jep një metaforë. Mendja jon është si një antenë gjigante. Është një mekanizëm biologjik që, besojeni ose jo, nuk fiket asnjëherë. Është gjithmonë aty, duke skanuar mjedisin për të gjetur sinjale që i përgjigjen fiks asaj që pyesim. Nëse ushqejmë këtë antenë me një pyetje negative, ajo akordohet menjëherë në frekuencën e vështirësisë. Fillon e mbledh prova për t'ju thënë, ja, e sheh, ke të drejtë. Mund të jetë një trafik i rënduar apo një lajm i keq. Por, nëse e rrotullojmë antenën dhe pyesim thjesht pse mund të ndjehemi qetë sot, antena kap një tjetër stacion, atë të qetësisë, dhe zbulon një botë krejt tjetër. Kjo na sjell natyrshëm te pjesa e dytë, hakerimi i mendjes logjike. Pra, si mund ta kapërcejmë atë zërin e brendshëm tepër dyshues apo barierën thelbësore të sistemit të sigurisë së trurit? Për ta vizualizuar, mendojeni sikur truri unë ka një roje të dera dhe pak më tutje, një fabrik të nënvetdijes. Afirmimet standarde që njerëzit përpiqen të bëjnë shpesh përplasen keq në një mur të ashpër logjik. Për shembull, imagjinoni të thoni gjithë ditën unë jam i pasur, kur xhepi mund të jetë plotësisht bosh. Roja logjike të dera do të thotë, ndalo, kjo është gënjeshtër dhe e bllokon. Por kur përdorim pyetjen supozuese, pse jam i pasur, ajo shqet direkt e te fabrika e nënvetdijes. Roja habitet dhe e lë të kaloj. Pse? Sepse fjala pse detyron trurin të kalojë në kërkim zgjidhjesh dhe arsyesh, jo të analizojë nëse kjo është thjesht një fjalë e vërtetë apo e rreme në atë sekond. Dhe i gjitha bazohet në diçka shumë të vërtetë. Siç theksohet, realiteti i plot është aq i madh sa ne nuk e shohim dot të gjithën, ne shohim vetëm aty ku përqendrojmë fokusin ton. Pra, hakerimi psikologjik nuk është një lloj magjie iluzore, bazohet thjesht te drejtimi i qëllimshëm i atij fokusi. Kemi të gjithë atë efektin e famshëm në mendje. Kur dikush shkon e blen një makinë të kuqe, çfarë ndodh pastaj? Menjëherë fillon të shoh kudo, në rrugë, në parking, vetëm makina të kuqe. Mundësitë e mira janë gjithandej rreth nesh. Kjo metodë re thjesht na vesh syzet e sakta për t'i kapur e dalluar shumë më lehtë. Te tani hym te pjesa e tretë, që është absolutisht fantastike. Formula me 3 përbërës. Këtu do të zbulojmë kodin e saktë gjuhësor, i stilizuar posaçërisht për të hakeruar mendjen. Pika thelbësore që duhet mbajtur mend këtu është se bashkimi i këtyre 3 elementeve të thjeshtë krijon një komandë të papërballueshme. Përbërësi i parë është fjala magjike pse. Kjo është shkëndija, ajo që e vendos logjikën në gjumë. Përbërësi i dytë është koha e tashme.
Duke përdorur fjalët po ose jam, ti e detyron trupin të prodhojë reaksione kimike pa vonesë, pikërisht tani. Dhe përbërësi i tretë është zgjedhja e lirë. Është fjalkalimi mjeshtëror që heq bllokimin përfundimtar. Bashk ato formojnë formulën e artë. Struktura nis bukur me pse, pastaj vazhdon me po zgjedh të ndjej apo të besoj, dhe mbaron me gjendjen tuaj të dëshiruar. Sekreti që e bën kaq të rëndësishme këtë bashkim është zëvendësimi i fjalës duhet me zgjedh. Imagjinoni, sa herë mendja thot unë duhet të kem këtë gjë, krijohet automatikisht një presion, një ndjesi e bezdisshme e ankthi, por me zgjedh ose dëshiroj, çarmatosim plotësisht rezistencën e trurit. Jepi liri absolute dhe ai kthehet në makinerinë tonde më entuziaste. Le të lëvizim tani të pjesa e katërt, paraja, trupi dhe energjia. Sepse e gjithë kjo teori është e kotë nëse nuk e zbatojmë atë në problemet reale dhe të përditshme. Le të marrim aspektin e frekuencës financiare. Nga njëra anë është mënyra e vjetër, lutje nga frika, ankth për faturat e fundmuajit, gjak i ngrirë. E dini se çfarë sinjali po i lëshoni universit me këtë mendësi? Thjesht po bërtisni mungesë, mungesë, mungesë. Ndërkohë, shikoni pak kalimin te modeli i klientit VIP, apo e thënë ndryshe të trukut të portofolit të zbrazët. Në vend të frikës, ju pyesni thellë me një qetësi pronari, pse më vjen gjithmonë mundësit për të bërë para? Menjëherë gjua e trupit tuaj ndryshon nga jo e dikujt në nevojë, në atë të një magneti të fuqishëm financiar. Ju jeni pronari, ju jeni mirënjohës dhe e prisni të mirën. Dhe kjo ilustrohet shkëlqyeshëm në këto shënime nga fletore e autorit. Janë pikërisht rezultatet e testimeve gjatë kohës që ky sekret po zbulohej. A e besoni që duke testuar thjesht pyetjen e duhur supozuese pak minuta përpara se të flinte, ai arriti jo vetëm të flinte plot tetor, por të kalonte 50% të saj në një gjumë të sellë, tepër i përtëritës. Kjo tregon në mënyrë fantastike se edhe vetë biologjia trupore pranon urdhrin e komandës së pastër. Në të njëjtën linjë mund të zgjojmë dhe ato bishën tonë të brendshme, vitalitetin. Këto nuk janë fjalë për tu ndier mirë, ato janë urdhra të qartë bioqimik. I jepi vetes një dozë zjarrie, pyet me gjithë fuqinë, pse sistemi im imunitar është një ushtri e pathyeshme, ose pse kam kaq shumë energji rezerve sot. Sapo artikulori këtë lloj frekuence, biologjia fillon t'ju gjenerojë dopamine e t'japi një rezistencë e forcë fizike që mbulohen nga dyshimet apo peshimet tona rënduese të zakonshme. Më pas, lëvizim te faza e 5 dhe e fundit, e cila na orienton drejt asaj që quhet magneti i njerëzve, apo me fjalë të tjera, zotrimi i dinamikave sociale. Koncepti mbase më zbavitës këtu është pasqyra sociale. Është pak e dhimbshme ta pranosh ndonjëherë, por e vërteta është se ata që na rrethojnë nuk reagojnë aq shumë ndaj asaj që u themi me fjalë. Ata po reflektojnë, fiks si një pasqyrë, nëse jemi vërtet të sigurt në vetvete, apo po dëshpërohemi. Përpjekja për t'u lypur të tjerëve pëlqimin e tyre është sikur të spërkatesh me ilaç që largon njerëzit vërtet, por thellimi në idenë se ju jeni tashmë të plotësuar krijon një forcë të jashtëzakonshme që i tërheq ata njerëz drejt jush krejt natyrshëm. Bëni një imagjinat pak, po hyni në një dhomë të mbushur me njerëz. Këtë herë nuk e ndjeni nevojën t'u tregoni se sa e rëndësishme është prania juaj. Përkundrazi, në heshtje, ju pyesni veten, pse këta njerëz kanë kaq shumë dëshirë të dëgjojnë çfarë kam unë për të thënë. E ndjeni ndryshimin e atmosferës? Me këtë pozicionim të brendshëm, ju visheni automatikisht me aurën magjike, atë aurën thellësisht të qetet paprekshme të një lideri. Ky lloj lideri as nuk tenton ndonjëherë të therrasë të bërtas për t'u dëgjuar. Ky hakerim ruan gjithë shkëlqimin e tij kur gjendeni në mes të një menaxhimi të ashpër me njerëz që mund t'i quajmë pak të vështirë. Kur bëjmë atë gabimin të themi, po pse është ky njeri kaq i bezdisshëm, ne forcojmë barierat e konfliktit. Mjafton ta zvendësojmë atë mentalitet, fare në heshtje, me diçka si pse po vërej unë diçka jashtëzakonisht të mirë te ky person sot. Besojeni, sa po ta bëni këtë, nënvetdia detyrohet të anashkaloj defektet. E dini çfarë? Shpesh ky lloj zhvendosje zbut tensionin e çfarëdo lloji situate, pa u thënë as edhe një fjalë vetme me zë, sepse asnjë njeri, pavarësisht humorit, nuk mund t'i rezistojë lëshimit të energjisë së pastër e mirëkuptuese. Le të kalojmë tutje e të shohim se si kjo metodë ndërton e krijon fakte. Shikoni këto mesazhe që kanë bërritur nga klientë të cilët e vendosën atë që u theksua në praktikë reale. Ato konfirmojnë se qartësia gjatë bërjes së një supozimi tregon suksesin pa nevojën e ndonjë pritjeje të pafundme. Kjo praktik ja jep çdo kujt rezultatin fiks përpara syve, pa e stërmunduar mendjen. Dhe me që jemi te praktika, po ju ofroj një sfidë fare të lehtë, që e quajmë testi i kafes. Nisja me objektiva mikroskopike e stërvit muskulin e besimit gradualisht.
Nesër në mëngjes, pas një lloj stresi, kur të keni rënë në kontakt me kafen tuaj të preferuar, bëni këtë pyetje. Pse kjo kafe po më shijon kaq jashtëzakonisht shumë sot? Sistem djesor, pa hezituar as sekondën, do të marrë vrullin në kërkim të nuancave më të speciale pozitive aty në filxhanin tuaj. Realisht vlen ta stërvisni trurin, që të shijojë gjërat më të vogla para se t'i kërkoni një hap të madh. E për ta mbyllur këtë udhëtim kaq fantastik të rizbulimit, po ju lë pikërisht me atë lloj hakerimi psikologjik. Pse po pëlqejët ky shpjegim kaq shumë nga të gjithë sot? E shihni, teksa truri juaj vije tani natyrshëm në kërkim të arsyeve thellësisht pozitive për t'i dhënë përgjigje pyetjes sime, na vërtetohet përfundimisht sa jashtëzakonisht e gjerë është aftësia jon për ta komanduar realitetin me anë të ndryshimit të fjalorit ton. Ndonjëherë, e gjithë rruga, e gjithë fuqia e transformimit jetësor fshihet thjesht e gjetja e pyetjes së saktë për ta zhbllokuar thelbin e nënvedijes.